E drejta e vëllait musliman. Abdul Aliu, i biri i Ainit, u dërgua në Kufa për në Medinë. Shokët dhe pasuesit e Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, shfrytëzuan rastin dhe nxituan të shkruanin për imamin të gjitha gjërat që u duheshin dhe ja dhan Abdul Aliut, që përgjigjet e tyre t'i merrte nga imami dhe t'i sillte kur të kthehej. Ndërkohë, ati i kërkuan që ta pyeste imamin, veçanërisht për një çështje e cila kishte të bënte me një të drejtë që mund të kishte një musliman mbi muslimanët e tjerë. Abdul Aliu u fut në Medinë dhe shkoi të takonte imamin. I dorëzoi pyetjet me shkrim edhe i parashtroi pyetjen me gojë. Mirpo, përkundër asaj që ai priste, imami u dha përgjigje të gjitha pyetjeve me shkrim, përveç asaj që kishte të bënte me të drejtën e muslimanit mbi muslimanët e tjerë. Abdul Aliu atë ditë nuk tha gjë dhe doli jashtë. Edhe gjatë ditëve të tjera, imami nuk tha asnjë fjalë për këtë çështje. Abdul Aliut i erdhi dita për t'u larguar nga Medina dhe vajti të ndahej me imamin. Mendoi që t'ia thoshte sërish pyetjen e tha: "O biri i profetit, ajo pyetja ime e asaj dite mbeti pa përgjigje." "Unë me qëllim nuk t'u përgjigja," tha imami. "Pse?" pyeti Abdul Aliu. "Sepse kam frikë që të them të vërtetën, e ju nuk do të veproni sipas saj dhe do të dilni nga feja e Zotit," u përgjigj imami. Pastaj, imami filloi të përgjigjej dhe tha: "Tri janë detyrat më të vështira që ka caktuar Allahu për njerëzit. Njëra është zbatimi i drejtësisë dhe ruajtja e drejtësisë mes vetes dhe të tjerëve. Sillu me vëllan tënd musliman, ashtu siç ka dëshirë ai të sillet me veten. Tjetra, mallin tënd mos e krahaso me atë të vëllait musliman, por sillu me ta me barazi. E treta, përmendja e Zotit sido që të jesh. Kjo nuk do të thotë që të rish e të thuash pa ndërprerje, Zoti është i madh, falenderoj Zotin, e të tjerë. Qëllimi i fjalës sime është që njeriu të jetë i atill që kur të përballet me një punë të ndaluar, përmendja e Zotit që është për herë në zemrën e tij ta ndalojë atë nga kjo punë."